Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së akrepit. Do bëjmë jo një mesazh, por dy, nga që sot nuk arrita dot për shkak të që lexova vonë letrat apo ato javore. Do i bëjmë për sot dhe që është Oracle dhe një tarot për nesër. Dhe do i bëjmë që të dyja bashkë, të dashur, absolutisht dhe veç e veç. Të dashur akrep. Letra e parë është Luani dhe tregon vërtet forcën, kurajon, ti ke forcën që të duhet për të bërë një hap të madh përpara. Por ndoshta po e vonon nga frika, pasiguria, ose sepse ndihesh i lodhur nga e kaluara. Kjo letër të kujton se ke brenda vetes guximin për të ndaluar se jetuari sipas së kaluarës dhe të fillosh të sillesh si dikush që e di çfarë meriton, të dashur akrepër. Kalorësi i shpatës është thirrje për veprim të menjëhershëm, mjaft pritje, mjaft justifikime, ka ardhur koha të marrësh një vendim të qartë dhe të ecësh përpara edhe nëse nuk i ke të gjitha përgjigjet. Çfarë duhet të bësh konkretisht? Lëre pas atë që të ka mbajtur pezull, e kaluara nuk do të ndryshojë, por ti mundesh dhe do ja dalësh. Vendos një drejtim të ri dhe merr hapa të qartë. Edhe një vendim i vështirë është më mirë se të qëndrosh në vend. Mos harro këtë. Veprimi i guximshëm sot, qetësia dhe suksesi nesër. Kur e di çfarë meriton, nuk pret më që të tjerë ta kujtojnë, të dashur akrepër. Bëhu gati të veprosh, kjo është koha për të lëvizur, jo për të menduar pafund. E kaluara s'ka më kontroll, nuk e kontrollojmë dot të kaluarën. Vetëm zgjedhjet e tua të sotme mund t'i kontrollosh, që të ndikojnë në të ardhmen e juaj, të dashur akrepër.